Përshëndetje miq, mirë se erdhët në emisionin Pena e Shkodrës. Gjithmonë do të kemi personazhe interesante, por jo vetëm interesante. Kemi personazhe nga ata që japin edhe një këshill, japin një mendim, edhe pse jo, edhe një drejtim nganjëherë edhe pushimeve tona. Ne gjithmonë bëjmë plane se ku do shkojmë, por e keni menduar ndonjëherë të vini në Shkodër? Besoj që po, edhe pse jo, pse mos vini në Shkodër? E di që kemi kaq shumë gjëra të bukura këtu në Shkodër për të pa, për të vizituar muzeume, liçenin, detin, malin, shumë të tjera. Për të gjithë fansat e emisionit Pena e Shkodrës, shumë faleminderit për mesazhet, shumë faleminderit për përgjigjet tuaja muzikore. Do të keni mundësi të ndiqni në rrjetet e mia sociale, një pjesë të tyre, po një pjesë të vogël edhe gjatë emisionit Pena e Shkodrës. Sot në studio, për kënaqësinë tuaj dhe temën më të madhe, kam Helidon Sokolin, mik shumë i mirë jemi, arkeolog, dhe përgjegjës i zyrës së arkeologjisë në Shkodër. Drejtori rajonale të Arshimit Kulturor. Pa, shumë mirë, tha vetë, më mirë. Gjithashtu dhe Nermin Shurdha, një mike shumë e mirë e imja, dhe agjente e zhvillimit lokal në Degën, në Shkodër? Jo, në Malësinë e Madhe. Në Malësinë e Madhe. Mirë, një pjesë punë se kemi edhe bashkë. Okej. Ideja ishte titulli i emisionit sot është Jeni në Shkodër. Ajo që më shqetëson jashtë maset nganjëherë është shumë pak promovim ka Shkodër. Pse duhet vim Shkodër? Gjoja e parë që e fansave ishte, po pse më marr Shkodër? Ç'a bëhet në Shkodër? Ç'a bëhet Shkodër? Po filloj unë pikë Pa. Nuk është se nuk ka promovim Shkodër, ndoshta nuk është promovimi i duhur ose në të cilësinë e duhur ose në të nivelin e duhur që i meriton Shkodra për vetë atraksionet natyrore, historike, kulturore që ka, domethënë peizazhin e mrekullueshëm, një natyrë fantastike, resurset natyrore që ka Shkodra, është realisht është e pakonkurrueshme. Pa dash me u tregu shumë lokalist, por është realisht e pakonkurrueshme sepse mu tregu shumë lokalist. Një qytet që rrethohet nga Trelumeng, nga Liçen, ka shumë afër vijën bregdetare, Alpet. Pra gjitha resurset, gjitha tipologjitë e relievit të jep premisa për zhvillim turizmit. E gjitha problemi është më thënë si të gjetë çelësi i duhur, lidhja dur e gjithë këtyre hallkave, peizazhit, natyrës, burimeve njerëzore, institucioneve që merren me menaxhimin, pastrimin, mbrojtjen, promovimin e tyre, që gjitha bashkë të fokusohen, pra dhe të lobojnë ose të punojnë gjitha bashkë për të nxjerrë një produkt final, që është promovimi sa më i mirë i Shkodrës. Çka mundet me kanë diçka që na jep një ndihmë, domethënë, së pari, që ndoshta pafundsi turistët që zbarkojnë në Shkodër. Dhe ajo që na duhen të paktën kisha menduar me thënë pika të ndryshme ku japin informacion mbi turizmin, të cilat nuk ishte nevojshme me kanë edhe zyre, mundon me kanë edhe me një stende, nuk është absolutisht vera është, por absolutisht infrastruktura sinjalistika duhet të jetë në nivelin e duhur, duhet të jetë me parametra bashkëkohor, e kuptueshme, e thjeshtë, e kuptueshme pra për çdo nivel turisti, sepse nuk duhet të pretendojmë. Sinjalistika, e kam edhe te stendet që mund të japin një informacion të hollësishëm, sepse un kam ndeshur shumë nga ata turistë që thon ku shkojmë ose te kaloj Rozafa, kush na çon, kush mundet me na çu te kaloj Rozafa. Okej, jam pa diskutim që kemi agjenci, po mund të kishim edhe njerëz të posaçëm që shkojnë, i dërgojnë, i prisin. Jo fill direkt tek agjencitë, domethënë, nuk mund të ishte diçka ndoshta edhe më lehtësuese. Mund të them diçka nga eksperjenca. Patjetër. Me shoqatën ku punoj kemi zyrën e informacionit turistik për Malësinë e Madhe, që ndodhet në Tamar. Po. Ka diçka, ka shumë vite që është e hapur. Ajo Tamara e mrekullueshme një herë, po hija te Tamara. Po hite kjo pjesë, ku poshtë është ai lumi cen që të merr me vendi. Po këtë duhet me thënë. Po frymzu Martin Coma ju më ne plebejve si. Jo, ideja është sepse ekziston një zyrë në Malësinë e Madhe për turizmin dhe çdo turist kur vjen aty shef logon e informacionit dhe hinë pyesin, aty ndërkohë marrin edhe harta, informacion që jep kolegja jeme e tjerë. Ne shqiptarët nuk dona me shku me pyet, ulna te lokali dhe pyesim kamarierat, edhe sa duhet me shku deri në Push, edhe sa duhet me shku këtu. Tu në Shkodër shoqër duhet me thënë që këtë gjë e ofrojnë edhe në privat, hostelet që orientojnë. Domethënë nuk është se i lajnë
ndor zotit turista. Por se s'duhet me pas pak më shumë pika, duhet me pas, sepse turisti është mësu jashtë dhe din që duhet me pas këshi zyrash. Kurse ne kena përkollaj, na s'dona me pyet kanë se i dina ta na vetë dhe Cili është autori që ka shkruar më bukur Shkodrës? të shkri. Si mos tejet, ajo në dëshirën tonë, nuk duhet me kenë se është për tjerët, është për Nerminin. Kush mendon? Jo. Për mu, autorët e mi të preferum nuk po lidhe krejt me Shkodrën, po po lidhe me natyrën më shumë. Me natyrën, shumë bukur, shumë bukur. bukur. Për mu, Martin Cama më pëlqen, Ernest Koliqi, është normalisht fista që e kena Po tonë. për Helidonin. Faktikisht për Shkodrën kanë shkruar shumë, jo vetëm shkodran, por edhe intelektual personazhe, personalitete të tjera. Unë për shembull mund të veçoj Indro Montanelin, gazetarin e njohur italian, i cili ka vizitu Shkodrën, ka jetu në Shkodër për disa ditë në periudhën kur ishte edhe invazioni fashist në 39. Edhe u frymzull, e shkroi për Dhe ai Shkodrën. ka lënë një citat shumë të bukur, domethënë që kushdo me njoh realisht Shkodrën, do të bëjnë një xhiro deri në male që e rrethojnë, atëherë do kuptojnë se çfarë është Shkodra, domethënë. Pse është vetë një qytet i kulturuar në një territor ku kryqëzohen Alpe, rrugkalime, kultura, popullsi, gjitha këto e kanë bërë Shkodrën tjetë ajo që është, domethënë, një shtazim kulturor. Jo pa qëllim ka qenë kulturor. dikur qendër e tregtisë, ndërmjetëse, ndër malit zi. Absolutisht, vetë pozita gjeografike e ka favorizuar këtë ka gjallë. favorizuar Vetë Shkodrën. pozita gjeografike. Pa jina të bekum. Unë e thashë në fillim që është realisht një qytet i bekum. Bravo goja. Me Në fakt unë kam përgjall Ernest Koliqin sot me ju përshëndetje edhe ju, por edhe fansat e emisionit edhe ata që na ndjekin, sepse e di që ndiqet emisioni sot pse duhet vim Shkodër. Ishte ajo çudia jam pse duhet vini në Shkodër. Qyçja, pa në Shkodër, po ku qilën syt për shqipnisin Shkodër. Fill ton marrojnë me ardh, por nuk e shprehin, sidomos shqiptarët se na kanë lakmi, domethënë. Po turistave tash duhet me bëj fije propagandë se jo Riviera. Jo propagandë, nësë bëjmë hiç propagandë, se si në qeveri, na bëjmë promovim. Me bë propagandë, domethënë me dhanë një diçka që nuk kemi pompozitet. Ndërsa promovimi ne po japim atë çka kemi pa pompozitet, por me modesti, domethënë. Ja, pra nuk bëhet. Unë kam këtë të vërtetuar edhe nga kolegë të misioneve arkeologjike me të cilët unë bashkëpunoj pra prej disa vitesh, me kolegë që vinë nga vende të ndryshme, francez, zvicran, polak, gjerman, italian dhe realisht i bën përshtypje si qytet, domethënë, për pikëpari për njerëzit që janë shumë ikpërica, shumë social, shumë të shoqërueshëm, shumë të qeshun. Është një qytet që ka gjallëni, realisht është një qytet që ka gjallëni Shkodra. Sidomos në këtë kohë të sezonit turistik. Ka dhe aktivitete kulturore, absolutisht ka dhe aktivitete kulturore. Edhe kjo është një meritë e kryetarit të ri bashkisë që Shkodra po mbulohet nga të tona tipet e aktiviteteve kulturore. Është një qytet që gjallënon, realisht është një qytet që gjallënon. Thjesht duhet pra politikat të jenë sa më ti shkojmë pra për shtat zhvillimeve të reja. Sot jetojmë në botën e internetit, mjafton që të hapin sa më shumë portale ose faqe në web për promovim, pra qoftë një faqe posaçme e bashkisë që flet vetëm për promovimin e Shkodrës, apo edhe institucioneve të tjera. Mund bëhet edhe për hosteleve, për muzet, të gjitha muzet e Shkodrës duhet të kenë secili faqe. Do flasim pas pak për muzet, dhe kjo më intereson jashtë maset. Ernest Koliqi, Shkodra në mëngjese. Këndojnë bashk në mëngjese 5 komunare. Këndojnë Najeri, mbi Shkodër, Elna Fjet, mbi Maranaj që të vedhen kurashtare, Agimi, e hell në liqe synin e qetë. Për hap lajmin e zgjimit rrezja e parë. Parat për shnetje dridhen heshtit letë. E shpejt në të lavdi dili, që e vesh fare, Shkodra kumban me zane, zhurm e jetë. A i dil për në vere i ri shprazet në shtëpia, ulla e lulishta, të ngjall gjyra e shkëmija, të më shtjall gjithë shka një tis ajri i holl. Skaj si lumgzimi të rëshqit, në sytë e vashave qesh e mush me dritë, ka qërilet e tyne, kur shkojnë shkollë.
Akoma bukur? Taman bajta për Kaçorrela kur shkoj shkollë. Nuk ka, bajta shkodroni kena të bukura, Se ja, alla djemte, se kina... Të faleminderit për këtë. Absolutisht, që të tana kanë njeriu ka bukurie dhe të mbrëmshme dhe të jashtme, por sidomos kur ka të mbrëmshme në i qenë edhe për jashtë. Absolutisht. Unë kisha dashur me diçka për jush. A ka një rritje të turizmit në qytetin tënde? A varet re? Absolutisht ka një rritje, ka një boom. Ne jemi në 2022, vim nga një periudhë shumë e vështirë, që kaloi pothuajse gjithë globi, pandemia globale, që ndikoi faktikisht. Ktheu si çdo fushë tjetër, edhe turizmin e ktheu disa vite mbrapa. Turizmi 2021 ishte pak, më thënë, një ringritje modeste, por 2022 shifet që ka një shpërthim, një boom pra, sepse njerëzit si duket janë lodh, janë mërzit nga ajo pandemia, nga ai lockdowni, edhe tash po dalin, po lvizin, po shëtisin, po vizitojnë botën dhe normalisht edhe Shqipëria do të përfitojnë diçka nga ky fluks i madh. Dhe kjo shifet që që në dimër edhe nëpërmjet statistikave që vizitojnë kalat tona, statistika që merren nëpërmjet shitjes së biletave të hyrëse nëpër kala, nëpër sitet arkeologjike, parqet arkeologjike apo muzeet dhe ka një boom, ka një rritje dhe besoj që ky 2022 do e kalojë edhe 2019 një vit normal, pra 2019 para pandemisë. Çfarë resursesh ofron turizmi malor? Domethënë, nga Shkodra, vermash Shkodra Tamar, Shkodra Kelmen, e shumë të tjera. Janë pa fund, sepse veriu i herë është komplet. Mi thuj, dishti mi rësh, mi listo disa, e kemi të nevojshme mi listo disa. Shoh që shumë pahite gazetare, fotograf përqendrohen gjithmonë te zona pedonales, që është shumë okay me bë foto që janë në Shkodrës e tjerë, por me marrë bicikletën ka i herë, me dalë deri në Prekala, deri në Kira, deri se Prekali me Shkodrën është 20 minuta është ajo distanca. Bicikletë banë rrugë. Po, baka edhe 30 minuta me bicikletë. Bëhet, tash krejt ofër, si thonë nëse ka bë lopa, si apo nuk është Prekali, si me ka një Tajlandë e dytë, me ajo vija e lumit, atje është fantastike. Është gjëna që nuk promovohet, unë pa tham prap, hostelet bëjnë punën e tyre. Promovimi ka lidhje edhe me infrastrukturën, sepse po rruga në Prekal e di që është e bame. Realisht është edhe me makinë. Është infrastruktura dhe aty bëmë e vuri, në fund javë ke plot me turista. Me shqiptar shumë pak, sepse nuk e njohin edhe s'kan fat kur shkojnë në Shkodran që e kena i to, si po vjen turisti tjetër shqiptar. Në Shkodrantë. Unë mendoj se kjo duhet me kenë edhe pjesë e këtyne hosteleve, agjensive turistike. Duhet me hi siç ka hyrë në për agjenci turistike, ne lançojmë pafund Valbonën, Prizrenin, etj. Me lançojmë me shkon Prekal, me çu, me bë. Duhet me fillu prej nesh. Na jena i në Shkodër, shkon veç në Shirok, e ke kena ofër këtu ka i herë në Bunjo. Në Shirokin mos më prej perëndimi në Shirok. Unë edhe i fije do quhem Shirok. Ti që shkan Shirok, sa ki pati si vetin që kur shkojnë shofin perëndimin, shkruajnë 2 rreshta, marrin një fletore vizatimit, pikturojnë, sa ki pati? Shkojnë thjesht me bë atë lëvizjen e tyne, domethënë nuk i ka me këtë Shkodrës dipi kulturë, se ka pas vend ballkon frymzu. Unë mendoj që ende ka, por janë pak. Duhet më shumë, s'u ndajt në kafe. Kena filluar me pritur me ecni, ne shkojmë jashtë shtetit edhe ecim po fund kilometra për me vizitoj një park, edhe 4 kilometra prej Shkodrës Shirok. Kena frikë me drojë. Është pra, a di si është puna se unë pos edhe veti në këto kritika se unë shkoj me magjinë që. Por bën kom realisht më shumë knatësi. Por i xheti bën. Një shion, dhe frymzohesh se ti unë po, frymzohem shumë. Po pra. Edhe Shiroka ka. Po nuk shkon me në lokale. E di çam shqetëson mas punën ajo rruga prej Shirok deri në Zogaj. Pse nuk bëhet rruga? Pse mos më shkon në Zogaj? Realisht nga krau tjetër pala tjetër Malazes ato kanë përparuar, ato kanë kry nga skije deri në pikën kufitare aty me ne. Por shpresojmë që ky projekti i njohur i rikualifikimit bregut perëndimor të liçenit Shkodrës, që parashikon edhe këtë segment pra Shirok Zogaj. Është një atraksion i shtesë, një atraksion tjetër që i shtohet Shkodrës, sepse e lidh Shkodrën shumë shpejt me krajin, pra që është një zonë shumë e bukur,
kush ka pas fatin me vizitu Ukrainë, realisht është një perlë. Imagjino kalohet krejt kombinohet nga zogajt, aha. Ka një vegetacion shumë të dendur, edhe të ruajtur, edhe me pemë, të ralla, edhe natyra shumë e bukur, fauna, flora, në zona shumë ma e dendur, sepse janë edhe zona ma pak të popullume, segmenti nga zogaj deri në kraj, dhe kjo I ka lanë edhe ma tepër zhvillim botës egër. Dhe do ishte realisht një atraksion I ri që I shtohet qytetit tonë. Por Shkodra ka fatin që t'jetë një qytet pothuajse e gjithë qyteti I shtrim në fushën breg liçenore dhe duke qenë në fushë I jep përparësi edhe lëvizjes me biçikleta dhe Shkodra ka një fat që pothuajse edhe këto atraksionet përreth ti vizitoj me biçikleta për një paradite. Atraksionet përreth. Cilat janë atraksionet përreth? Ti cilësojmë fija? Po tani ti me biçikletë mund të shkosh deri afër në afërsi të malit Araboshit, po themi edhe mund të bësh ngjitjen mal. Ngjitjen malin të Araboshit. Një disiplinë e sportit. Viziton Kalana e Shkodrës, me biçikletë ti shkon deri te Kura Mesit, me biçikletë ti mundesh të shkosh deri te Kalaja e Drishtit. Me biçikletë ti mund të vish për çark pra bregut Liçenit ose edhe duke ndjek me andrimin e Bunës deri në Gryk Derdhje ka shtigje që janë krijuar edhe her mas here nga projekte të ndryshme, janë shtigjet për biçikleta që mund të shkosh deri tek rrenojet e manastirit të Shën Sergjit të Bakut në Shirq. Shkohet me biçikleta atje, a? Shkohet me biçikletë, po edhe me makinë shkohet. Ka rrugë makine deri, domethënë është ka. Është fshati aty, është fshati I Shirq dhe ka edhe mundësinë për të shkuar me biçikleta, po ashtu ka edhe xhire të vogla, plazhe të vogla që ka kriju vetë Lumi Buna në Shekuj aty me ranishte dhe shumë mirë mund të shfrytëzohet për një familje, për një piknik, për një paradite. Po ashtu edhe këtu në afërsi me Shkodrën, kjo pika pa u bashku Drini me Kirin, rras kalas së Shkodrës, ka edhe aty një natyrë shumë të bukur, duke në segmentin e fshatit Kuq. Të fshatin Kuq, po. Edhe aty ka një segment shumë të bukur që mund të shfrytëzohet për familjar. Me biçikletë, me makinë. Po shkohet edhe me makinë, po shkohet edhe me biçikleta shumë mirë. Mjafton të marrësh. Sa distanca prej Shkodrës deri pa kilometra është domethënë, sapo kalon urën tek varreza e dëshmorëve. 15 minuta. Sa po kalon urën tek varreza e dëshmorëve, merr djathtas për në fshatin Kuq dhe ti je shumë afër me bregun pra e Drinit, aty ka disa xhire të vogla, plazhe, ka pyll, pra është me hije, domethënë nuk duhet asnjë çadër me veti, vetëm një shku vetë. Absolutisht. Vetëm një shtrojë edhe një piknik shumë bukur. Kanë të shtrejta faqja bardh, ka kalon afër. Pregali tashmë është fut, po promovohet goxha edhe nga Shkodran që po shkojnë çdo verë në Pregal. Ne promovojmë pafund Pregalin, unë kam qenë një fundjavë me familjen time, jam kënaqur në Pregal. Ajo ideja që ec me kam të zbathën në për shkami, po që janë kështu të sheshtë, fantastike, është jashtëzakonshme. Edhe ajo kataraktet e her pas hershme që të falë janë harkoshme. Po, fol më edhe për pjesën vjen linore të liçenit Shkodrës, që janë disa pika që shkodranët I kanë frekuentuar ndër vite, si bregu I Ranz, Biçiçenia, po deri duke vazhduar për në Malësi të Madhe me këto syret. Po vazhdojnë frekuentojnë njerëzit që e dinë se si shkohet. Po, e dinë se si shkohet me biçikleta, shkohet me biçikleta. Po. Ajo është edhe kështu ka breg ranor, ë? Po, është ranor, ka edhe pyll, pra ka hije, ka freski, është. A kemi kapacitetet për një turizëm bum me hostele? Po janë në Shkodër. Po, domethënë shqyr janë shtu, bajagi, domethënë ka vitet e fundit janë shtu shumë hostele. Bëhet fjalë për kulmin e sezonit, se kulmi I sezonit vjen. Po thuaj se po vjen, Korriku Gushi është një kulm sezonit, edhe fillimi I shtatorit pak a shumë. Po, e vetmja vështirësi që jam të pakten unë që po edhe në zonën e Malësisë Madhe është gjetja e stafit të shërbimit. Sepse struktura ka është një diçka që unë ndeshi këto kohë të fundit me staf në për hostele, në për hotele. Është një problemi I ri që ka dalë këto sidomos këtë vitin e fundit, domethënë. Është problemi I ri që ja kena ofruar vetit, mas miret. Nga këtë qeverisja ofrohen edhe këto lloj probleme. Janë fenomene sociale, realisht ka një kësot goxha të madh të rinis, pra shtresës
Kjo është, ja kemi rive që munden me punu në këtë, të rive që munden me punu në turizëm, të rive që din gjuhë hujat, që din shkencat kompjuterike, thjeshta për komunikim apo për shërbime të ndryshme. Absolutisht, sepse në çdo hostel ka shkenca, ka kompjuterat ku për të bën booking e tjera. Një minimumi që duhet me ditë është për booking, përgjigjet edhe çdo gjë. Po edhe në vende që janë bujtina, po flas do flasim për bujtinat patjetër, sepse unë ajo që kam bërë që turizmi malor në kohën e dimrit nuk funksionon pothuajse hiç. Si ka mundsi? Nuk funksionon sepse po bëj dy krahasime, domethënë, në zonën ku punoj me Malësi të Madhe, është Bajagi rruga e hapun sepse drejtohen për në Vermosh dhe qeveria ka për detyrë për me hap rrugën kombëtare. Kurse dhe si rrjedhoj të kenë popullsi që jetojnë aty, si Lepusha që jeton edhe dimën verë aty, pavarësisht se kanë 4 metër borë, ato jetojnë aty dhe kanë kaldaja në për strukturat sepse nuk i lajnë shtëpiat gjatë dimrit. Kurse thethi që nuk jetojnë aty, nuk ka infrastrukturë në kuptimin e kaldajave. Nërtan ata bujtina që ka thethi, shumë pak prej tyre kanë kaldajë mbrenda sepse nuk jetojnë atje. Shkaku është sepse normalisht pothuajse çdo vit ajo pjesa qaftore është mbyllet. Vetëm si mjet nuk është mbyll krejt 100% sepse është punu në mënyrë të vazhdueshme që me majtë sa do pak i fije, jo krejt pa kalueshme, por të mos kenë të mësum me pjesën e dimnit, ato normalisht që nuk kanë kaldaja për në... Ishte një muj përpara, muajin maj, edhe shumica shkollave kanë ndërmarrë ekskursione deri në Vermosh. Edhe ajo gjëja që më ka çudit, nga që edhe i mbiri ka ndikë ekskursione, nuk ishte thot asnjë dyqan hap, thot asnjë bujtin hap, nuk ishte asnjë gjatë, nuk kishim çka me blej, mos kishim marrë diçka prej shtëpie. Kjo ishte një diçka ose çka me hangër ose atje funksionon që kush kanë gjana të zonës, nuk është se promovohet shumë. Ishte për pjesën e zonës, po pjesa e zonës po ishte e mbyllur. E kupton? Jo. E kuptojnë çfarë thoti për klubet e për njërin për tjetrën. Jo, për bujtinat në përgjithësi. Bujtinat e mbylluna në muajin e majit. Disa. Po tash kur ata të çanar po bëjnë fjalë, çdo kush që vjen te një çanar herë. Mamina varet se ku e ka piksunimin e vet. Po, janë shumë bujtina faktikisht, po un po flas për gjithë ata që jetojnë aty, sepse shumica jetojnë, një pjesë largohen në Amerikë gjatë dimrit, sepse normalisht kur të kesh këtë... Jo vetëm gjatë dimrit, po ka për atyne që largohen edhe vinë për një herë në disa vjet. I ka, sepse janë kriju kushtet e tilla që shkojnë mas fëmijëve dhe kjo është problemi që po thoshim më përpara që trit nuk synojnë më Shqipni. Po ke shumë prej Shkodrit që nuk trinë verë në Shkodër, të shkojnë kamarera... Çfarë masash duhet me normal qeveria që turizmi malor të jetë e parë në çdo stin, të funksionojë në çdo stin. Edhe çfarë masash duhet me pas, ndoshta infrastrukturën unë e di, minimumi është infrastruktura. Po, minimumi është infrastruktura dhe energjia elektrike, sepse nëse Malësi të Madhe ka një defekt, ai vanon me ditë, nuk gaditet për 2-3 orë si gaditet. Ka problem është edhe energjia elektrike. Po, tjetër që po, levatrishe nuk punon me 120 volt që vjen kajherë, duhet me 200 sa. Nuk kupton, janë gjëra pajisjet elektronike nuk funksionojnë, po. Po, edhe ka shumë zona që rrjeti shumë vjeçar i amortizum, duhet vonesë me riparu, sepse nuk kuptohet ku a defekti. Po këto janë gjëra atje të përditshme që në Shkodër nuk i hasim. Por i pengon bukën e gojës atij. Unë kuptoj që ti thua këto janë gjëra të përditshme, po kjo pengon turizmin, Po pra i pengon bukën e gojës atij, sepse turisti që vjen... Më duken bazike, energjia elektrike, Po. Ujë Po pra, ne nuk e konceptojmë, po atje janë mësu tashme me këtë dhe turisti që vjen nuk don me ditë. Ku është, ai vjen me kalu pushime. E kupton që në Alpet e çdo shteti në botë, në Alpet janë është këtë shumë turizmi i avancuar, është ka rrit ka prek standardet maja, domethënë. So kur unë i krahasoj Alpet me Alpet tona, edhe më duket sikur nga ana e terrenit nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Shiko, duhet të kemi të qartë edhe në lidhje me edhe me disa fazat historisë që ne kemi kaluar. Vim nga një periudhë kur jo çdo pikë turistike e Shqipërisë mund vizitojë nga popullsia. Po, ishte. Pra, si gjatë periudhës komunizmit, do të më ta bëj një pyetje se ne nisën gjithmonë nga koha e komunizmit. Sa vite kemi prej komunizmit?
Po, pikërisht pra. Vim nga një periudhë kur demokraci ku nuk po bëhet asgjë. Vim nga një periudhë kur popullsia ishte fokusuar në plazh dhe plazhi kryesor ishte Shiroka dhe Velipoja, po flasim për territorin e Shkodrës. Më pas këtë, më thënë, mas së ramjes komunistit, kur njerëzit u çlirunën dhe filluan të krijojnë ato edhe investimet e para, shtëpiat e para në këto plazh. Prap që duke tek kjo pjesë, pra, duke fokusuar tek plazhet, sepse si duket ende popullsia nuk ishte ende e ngopur me plazhin që i kishte mungu për vitet e tona ose e kishin pas me mungesë. Kanë dhënë ty pasaportët e kuqe të vogla? E maj mend fëmijë që u kërkohet tek rruga e Urabuns, te rruga për Shirok. Ka qëllu në njërë mu këthy mrap, se mu më ka qëllu bashkë me babën a me mamën. Me shkull se maj mundet që t'ketë nëllë, se maj mund. Po edhe, desha më thonë që mbas viteve, diku nga mbas viteve 2000, shqiptarë fillunën që të eksplorojnë edhe pjesë të tjera të natyrës. Pra jemi pak të vënum në aspektin e zhvillimit të turizmit. Edhe viti 2000, jemi 2022, prap 22 vite mrapa. Dhe ideja është që tash ka fillu me u vu pak veshi dhe fokusi turizmi malor. Se pikë pari herë kanë fillu mu ndërtu rrugë, se s'kanë pas as rrugë. Pra duhet shkoj infrastruktura herë për të zhvilluar. 2016 është bërë rruga e Vermoshit. Deri në 2016 njerëzit nuk e kanë ditë që ekziston një Lepush atje, ose që ekziston Vajusha, që ka është një ndër majat më të bukura, domethënë imagjino vinë prej Tiranës çdo ditë atje dhe ne prej Shkodrës nuk shkojmë. Se është një ndër majat më të bukura të Dhe duket se prej Tiranës nuk i bin as nga Shkodra për me shku atje, Ka ndryshe. Do të thënë nalin për i kafe ndoshta, por jo se nuk nalin Shkodra sepse është rrugë e gjatë për me bërë. Nalin 5 minuta në Tamar, por që është në 2016, se më përpara nuk e ka njoft kush ekzistencën e kësaj zone. Frikshme kjo gjë, që mas me që është një perle veriut, nuk e kanë ditë. Perle është zakonshme, sidomos Kelmani, edhe po dhe Kelmani ka të pjesën e infrastrukturës shumë pa bëme. Jo të bëme, po të bëme. Po është bë të paktën rruga, por ka pjesën tjetër bazike që pasi është energjia e kushtet e tjera. Çfarë risish duhet me sjell që me dhënë përparësi turistit malor, për shembull? Po flas më tej për në sportet dimërore, si njerëzit shkojnë edhe për një sport dimëror. Mal për ski, ka shumë njerëz që kanë pasion diçka të tillë. Po, problemi është sepse natyra dhe vetë forma e maleve, luginave që kena ne, janë krejt perfekte për me ushtru çdo lloj sportit malor. Problemi është se nuk ekzistojnë infrastrukturat, nuk mundesh me bë ski. Pavarësisht se ke shumë sportista që janë kanë eksperiencë. Se nuk mundesh me basket për shembull. Po, sepse nuk ke një teleferik që po të çon deri atje. Atëherë pra na duhet një teleferik, Ndaj ishte dëshira. Një vogël, një teleferik. Jo vetëm një teleferik, jo vetëm një teleferik. Janë shumë zona. Ne po flasim për Kelmenin, po ke edhe Shkrelin, është Razma, janë tonë ato vende të bukura që ofrojnë vetëm një teleferik mundet me bëj shumë. Imagjino po të tjerat. Imagjino tjerat. Po realisht një qendër sportive atje, kishim edhe janë. Ne kemi nevojë me shku nëpër Itali, nëpër Malzik, nëpër edhe këto është më bukur. Të pas tanë këto vende këtu, shkojmë Kolashin, shkojmë me pa borën. Ty pas i to. E kena kaq bukur borën tonë. Si është raporti midis turizmit brendshëm dhe të jashtëm? Po, e thashë pak më parë, më thënë, shqiptarë tash i vonë kanë fillu me mu bë turista. Sepse deri para disa vjetësh ishim në diskutim për gjëra bazike, pra për drita, për ujë, për rrugë, për sigurinë për këto më. Mora edhe për ushqime. Ka një periudhë tash që si duket ka një stres që ka kriju një farë komoditetit me jetën edhe ka kriju një farë të ardhënash. Nuk ka shumë shtrejt turizmi brendshëm. Jo, i përballueshëm deri diku. Për një lloj vende, po mirë. Edhe s'po thojmë për ditë, ose s'po thojmë për gjithë muaj, po për një moment është, sepse ti shkon ndoshta edhe ti të botën, nuk i palo gjatë brendshme, shqipi herë turizmin e brendshëm. Ke çka të tregosh? Shumë të rëndësishme është kuptimi të bëmënit të turizmit ose kultura e të bëmënit të turizmit. Për shembull, unë re në sitet arkeologjike, diçka që është vërtet për të ardhur keq, më thënë se është një skenë që tregon
një diferencë dhe tregon edhe një kulturë shumë inferiore, unë shoh turistat e huaj që nalen te panelet, i lexojnë, i bëjnë edhe foto paneleve, ndërsa shqiptarët unë i shoh gjithë nëpër mure. Pra, ideja që je ngjit në një kalaç që në 34 metër mbi nivelin e detit dhe prap do gjitesh më i murit, pra, edhe 3 metra më lart, pra. Ideja që dhe nuk e shoh dikë duke lexuar një panel ose duke shkuar te muzeu për të marrë një informacion më. Në profesionale se thotë po ma hedhat gurin më i murit, kush ka faj se ai gur ka 2000 vjet aty. Edhe atë. Edhe shkon shqiptarë. Çka kanë hekat atë vllazni me vull këtu shëmë vënë edhe atë. E shoh problematike për shembull edhe në aspektin e edukimit me shkollat. Është një vërtet është shqetësuese fakti që vinë me qina shkolla në përësite arkeologjike, po nuk i shef të organizum edhe me stafin pedagogjik duke i mbledh nxënësit afër një objekti, afër një paneli duke i shpjeguar ose me kërkuar edhe informacion në kalan e shkollës ka staf që punon, pra. Ka njerëz që punojnë aty dhe absolutisht po. Nuk e shef një nga mësuesit duke thirrë stafin, hajde foli 2 fjalë fëmijëve për historikun e kalasat, diçka domethënë. Ideja është domethënë të gjithë sidomos pije freskuese, pica edhe shirok. Sidomos kur vizitojnë këto objekte, njeriu duhet të ketë informacion çka është ky objekt. Mandajna kur janë kryesisht të qytetit tonë, duhet ta dinë çka përfaqëson kalaja, çka tregon kalaja, cila është gjenda e saj. Unë mendoj se duhet ta dinë çysh ndjep, kena mësuar çysh të vegjël kalan, e papi në shkollë. Unë historinë e kalas unë e di për prindëve të mi. Është një objekt pra që jeton pra me Shkodrën, është nuk konceptohet Shkodra pa. Është identitet. Tash unë du me hite pjesa që s'më pëlqen hiç me hi, se unë mas një ore të kam me shku në Lumë Shans. Është e 5-ta javë që i shkoj, dhe problemi që i hasi unë atje janë lehnat. Na turistat shqiptarë, tak hojmë çokoladën dhe hedhim letrën prej barket. Nuk presim me mrit në vend e me hedh letrën atje, dhe është një marsh që jashtëzakonisht ban përshtypje, sidomos në guidat që kanë bërë pak të në veri në zonë e Malësisë Madhe, kur ta kanë vetë shqiptarë. Kjo është rruga e Komanit deri, domethënë deri në Koman, ashtu si Koken? Si Koken, mas më keq. Mas më keq. File Kashati thonë. Një merr i vërtet. Një merr i vërtetë. Por u fol një që do baj, por ngeli thjesht edhe është një rrugë kaq e shkurt deri në Koman, prej Shkodrës 37 kilometra, 37 kilometra. Por ban 2 orë me ba. Po me 2 orë do bash ti sepse është një rrugë kaq e keq majtur, kaq e keq përdorur, kaq shumë keq gjana. Jo vende arnume, vende është komplet po asfalt, po kërgjë. Unë nuk marr guximin me e bë si herë me makinë tani. Jo, nuk ja vlen, nuk kam frikë me. Po unë këtë po thosha sepse kush vjen atje, vin me agjencinë përgjithësi. Vin ka 20 vjet, 30 vjet, por nuk mundesh me kontrollu sepse ai personi që i drejton barkën për shembull i thotë ju lutem, po 30 vjet janë pa kontrollueshëm, sidomos na shqiptar që e kena këtë vesin. Kjo është pra këta në problemet që dalin me zhvillimin e turizmit. Shqipëria tash ka fatin që duke qenë në fillim të zhvillimit të kësaj fushe turizmit, mos bëj gabimin që kanë bërë shtetet e tjera. Cili është për shembull? Për shembull, Italia, kryesisht Italia e Jugut, ka bërë gabimin e madh që ka betonizuar gjithë vijën bregdetare të Italisë së Jugut. Është e vërtetë kjo faktikisht. Dhe ata janë të pëlnuar sot që i kanë bërë këtë gjë. Aty po thonë, ne mos t'i bëjmë gabimet e tyre. Po ne kemi filluar këtë me zhvillimi i shproporcionuar i turizmit në zona të caktuara, për shembull te Lumi i Shalës. Ai është një territor i kufizum që nuk përballon 5000-6000 vetë në ditë. Është e pamujtur. Nuk ka kapacitetet për një bomë turistik, po. Jo se ka kapacitetet, por nuk ka territori as hapësirë sa të përballojë, sepse ku do shkojë gjitha ato meti urbane, gjitha ai fluks, gjitha ai transport ujor, pra tjetër kontrolluar, pra duhet të ketë një limit, duhet të ketë një kufi gjallë, deri këtu përballon. Siç është rasti edhe për monumentet e caktuara të kulturës që lejohet deri kaq fluksi turistik në një muze ose në një objekt. Sa është për shembull fluksi turistik që përballohet në Kalan e Shkodrës së Tajmë? Që duhet jenë?
Mrena ditës e dajmë, sa? Po, mrena ditët, kalaja Shkodrës ka një sipërfaqe 3.6 hektar dhe ka specifika të tjera, sepse normalisht është një monument i ndërtuar në gur dhe ajo përballon një fluks në 2000 deri 3000 vizitorë. Po flasim ka përballu një qyteton, po flasim për peizazh natyror, kryesisht për basen ujor, pra bimësinë, vegjetacionin, florën, faunën e zonës, gjitha fitojnë atë impaktin negativ nga fluksi i pa kontrolluar i njerëzve. Sa muze ka të ofrojnë Sepse Shkodra? një rast po sjell, unë gjatë periudhës korrigusht ne instalojmë me misionin arkeologjik francez në Koman. Dhe një masdite para 2 vjeç, një masdite e lam me misionin që të shkoshim një masdite te lumi i Shalës. Dhe shkum masdite për të ikë për të ikë më tepër edhe dyndjes, zhurmë se njerëzve pra do të thënë gjeshin pak më qetësi. Dhe qatë gjetëm aty, një situatë këtë pak nashme. Jo, ishin lokale që në ora 7 darkës po diqnin me të rinat, pra. Lokalet ishin në orarin që po i diqnin me të rinat diku një qosh aty dhe për efekt që nuk ishte erat natë dhe gjithë lugina kishte marrë tym. Dhe ne ndajt me 5 minuta dhe ik me gjithë, sepse aty nuk u rrite pra nga tymi. Përse lokalet nuk ka kush të shkoj t'i marrë me të rinat dhe i djegin masdite. Gjithë konsumi që është bëha gjatë ditës, digjet masdite. Unë besoj që ky emision do të ndiqet, edhe këtë problematika, uroj që të shkojnë veshjet e tuaj, sepse janë shumë pak hapa që duhet me bë për me pas. Unë jam për një kontroll i këtyre atraksioneve turistike që mos t'i damtojmë, mos t'i shfrytëzojmë në maksimum, t'i lajmë pak edhe brezave tjerë, dhe mos t'i konsumojmë këto site, këto peizazhe, këto atraksione natyrore për 5-6 vjet, domethënë. E gjithë Shqipëria për 2 vjet të lumi i Shalës dhe mas 2 vjetëve harrohet. Çfarë resurset ofron Shkodra nga ana muzeale, thaj? Po, Shkodra, duke filluar që nga Kalaja, që është një muze i hapur në natyrë pikëpari. Mi thuj disa pika muzeale, se unë kam miq që dëshirojnë të vizitojnë realisht. Kalaja Shkodrës, Ura Mesit, Kalaja Drishtit. Edhe muzet që kemi rënë muzet ke 5 muze në qytetin e Shkodrës që tregojnë pak a shumë të gjithë historikun e këtij vendbanimi, duke filluar që nga muzeu historik, muzeu i dëshmisë së kujtesës, muzeu dioqezan. Muzeu historik është muzeu i dëshmisë së kujtesës. Ose jo, muzeu historik i qytetit është në muzeu tek Banesa Osokuka. Te Banesa Osokuka. Dhe aty është edhe pavioni i etnografisë, edhe antikiteti, por edhe arkiva për dashamirësit e të apasionuar të studimit të dokumentave. Ke pastaj edhe institucione të tjera muzeore. Unë shoh që muzeu i dëshmisë së kujtesës nuk ka shumë pak reklamim ose ka shumë pak në rrjetet sociale, nuk është absolutisht i përhapur. Mund të jetë kjo, por është goxha i vizituar sepse turistët e janë shumë të interesuar për çfarë ka ndodhur në këtë vend. Janë të interesuar për çfarë ka ndodhur. Normalisht që ti do t'i tregosh një lloj historiku që ti i çon vet atje. Por si muzeum nuk e shoh fort të përhapur nëpër rrjetet sociale. Gjë që duhet me kenë. Duhet të jetë i fokusuar pra në këto në faqet e webit, në këto portalet që kanë fokus turizmin në zonë. Unë mendoj se është një prej atyre muzeve që duhet vizituar së zbel në Shkodër. Absolutisht. Duhet të ketë një paketë rrjeteve muzeore në qytet pra. Edhe shumë banesa në Shkodër që janë banesa karakteristike shkodrane, që janë banesa në muze për vetë vlerat. Që janë historike, absolutisht. Por po flas për banesa ku jetojnë ende familjar që kujdesen për to. Ka shumë familjar që janë shumë mikprica edhe ndaj vizitorëve, edhe ndaj dashamirësve, absolutisht. Ja vlen për të përmend disa prej tyre, si zoti Ahmet Shurdha apo Angel Çeka, Raimonda Vasa, shumë familjarë të tjerë që janë shumë të dashur mikprica për vizitorët. Kush është i apasionuar për të vizituar këto banesa shkodrane që janë realisht muze të hapura? Unë kisha thënë një diçka tjetër, sepse ne kur vizitojmë vendet e huaja, i vizitojmë edhe nga këto shtëpiat e vjetra, por kundërit një pagese. Edhe unë e kuptoj që ne jena shumë modesta dhe ne ofrojmë gjithçka falas, por realisht to njerëz do t'i kishte nuk përfitojnë asgjë, këto e bëjnë nga dashamirësia dhe nga do të ishte e mirë se kishte ndihmuar ndoshta edhe me mirëmajtë të vënë që ato e kanë në pronësi. Unë ja këshilloj gjithmonë sa herë që i takoj këto njerëz, ja këshilloj që diçka çdo turist, çdo vizitor të lënë një kontribut, por si duket kjo sedra e mikpritjes nuk i lën shumë. Kjo nuk duhet sedër faktikisht, por duhet ta marrin në mënyrën që si thotë mos ti konsumojnë për 5-6 vite, po të vazhdojnë, sepse unë aktualisht jetoj në një banesë e cila ka qenë dikur Radio Shkodra e vjetër.
në rrugën Lindelia. Por që pak nga pak, edhe unë do t'iki për aty, sepse ajo po vjen të ramran, më thonë, është një prej aty në pronave të muzhanëve, familjes të Tim Shoqi, por duke mos pas të shikimtarë të cilët merren, edhe kisha me thonë që po të futet në zonat turistike, sepse për të vizituar si shtëpi e tepër e ndërtuar në një mënyrë krejt bukur. Edhe për mua është duhesh me sikur për gërmuar aty. Nëse që pa del në i gjohë. Edhe kisha me thonë që me pak ndoshta edhe atë në mesin mos jena kaq modesta, po I keni lanë këto banesat edhe po rënohen, vit pas viti ato rënohen. Po, Kemi shumë banesa të tilla në Shkodër. Absolutisht ka shumë, Shkoda ka shumë, janë total 154 banesa me status monument kulturore në Shkodër. Kuptoj. Po një pjesë e tyre janë braktisura sepse efekti fenomenit sociale, emigracioni, këto 30 vjet njerëz kanë ikë, problemet e pronësisë, kjo prona që nëse pronësia është e pasgjithshme, mos ta diskutojmë këtë ne. Gjitha këto kanë niku që në shumë nga këto banesat vinë duke degraduar nga moskujdesja, sado institucionet mundohen, por në fondet janë minimale, sepse bëhet fjalë për t'i nda ato fonde që I jepen, për t'i nda për gjithë. Për shumë, po. Jeni në Shkodër sepse keni shumë çka me vizitu. Jo vetëm muzejt që ofron Shkodra, kemi edhe turizmin malor, me ato mundësi që kena, po I kena. Sa kolegji, kemi marrë najni të. Ja, të pra. Por edhe ajo që ka ki transmituar lidon sot, realisht mendoj që mi kollon shumë përgjigje, shumë pyetjeve që më kanë ardhur drejt emisionit. Faleminderit shumë për këto, për gjithçka që thet, po për ato që I dha informacionin e duhur. Por me te kalu disi pak këtë temën, po shkoj me gabullë kthehem prap. Ku shkon me gabullë kur kthehesh? Qa kujtove se do ishe kështu krejton kohën për turizmin, jo mondial. Hajde herën, rrëfeju këto. A marrë emisioni? Jo, vazhdo, s'kina marru akoma. Nuk do me dishtu. Ti të pak të thuj ku gërmon të gabumër, burë vajtë. Se pa del se du mu hapu unë e vaj për diti këtë gjanë. Me Samirin në bëllë. Qoshin kina ball. Okej. Jo, ideja është sepse kena shumë dame, ku do në më shku me 3 nane në Shkodër. Unë kam edhe fatin. Është e femna, është nane e femen. Ti shkove fila të re, të pytja, ti në rëmë. Ideja është sepse kam edhe fatin me punu në veri, dhe më thanë. Ti në zonën malore të Shkodrës, pa. Shumicën e punës nuk e kam në jo në zyrë, e kam me lviz, kështu që atje shkaj edhe gabaj se ja meri ndoshta në profesion atje, por kthehem prapë. Sa herë që shkoj me gabu nuk pënohem me to. Kështu që edhe kthehem, po më moshëm, kthehem pënoshëm që s'na jam ma gjallë. Thash për bëj edhe një pyetje tjetër interesant. A I kina të çfarë politika shkela këtu në Shqipëni? Tashmo, edhe ti bukuri ishim Ishim një temë shumë bukur. A lojmë të gabimet, e lojmë të gabimet? Është të gabimet. E lojmë të gabimet. Unë faktikisht kam përzgjedhur një poezi të një poetit bashkëkohor, Florian Kojashi. Edhe se po kërkosha për Shkodrën, shumë nga poetët bashkëkohor I kanë shkruar Shkodrës, por ajo e Kojashit e shoh që është më e klikumja, është ajo më e pëlqyeshmja, por edhe mua më erdhi disi më për shtatë. Është të nani, se pa përshëndesim me këtë rast. Përshëndesim Klodin, patjetër. Titullohet Asaj. Shkodra është një rrugicë e vjetër, me muret e laguna prej shiut që s'din me pushu, me muret e nalta që s'din me maru. Shkodra është një rrugicë e vjetër me soborësh me lulebor, ku edhe vitet nalen për me I marrë erë. Shkodra është një vajzë brune që të kalon afër pa t'i hedh syt, e ti ndjen se vdes për aromen e saj, e kur ke mbet vetëm, kthehet për qafën duke të rëshqit flok në për supin tëm. Shkodra është gruaja e bukur e historive pa fund. Shkodra është një adoleshente që skuqet prej puthjes parë e nuk din ç'a bën. Shkodra është e vjetër kur zbehet në përmendimet e ngurta. Shkodra është e re kur shfleton pranverat tan shpresë. Shkodra është një balkon, kitar, dëshirë, anë, arbuz, lumej që puthen poshtë kalas. Shkodra është poezi, vargje me aromin e blinit. Shkodra është emocion, I hancë që shënërit për miliqen, asaj rrugët ngusht ku njerëzit dashurojnë fshetas, e natyra hesh si kur s'ka pa asgjë.
Shkodra është e çuditshme, e mistershme, e bukur, e brisht, e njom, e llastume, e dashtur. Shkodra është një jetë. Bravo Klodit. A kisha gjetur E ke vuri që çdo poet, sidomos shkodan, por çdo poet kur i referohen Shkodrës, pa tjetër diku në ato rreshta do përmenden dhe kalon. Po thjesht kudo. Ta sjellin këtë Liçanin, Bunen, Drinin. Edhe nëpërmjet poezisë Klodit ne kena përcjell çka ka Shkodra. Janë simbole të këtij qytet dhe me këto simbolika na duhet të luftojmë shumë për Ja turizmin. gjeta dashnin on këtij, e ka te kalaja për një Nuk të i djekse. Ja të i dig. Që do me thonë ja të i dig, si e me gërmimet kohë të fundit? Po ne sapo marrum një projekt kërkimor në Bushat. A rezultoi diçka? Po, tashmë Bushati po del vit pas viti një qytet antik që i pa dokumentuar më përpara. Edhe Bushati ky vendbanim antik shumë mirë pas disa vitesh, pasi të përfundoi projekti kërkimor, mund të hyjë në hartat e turizmit sepse është shumë afër i aksesueshëm me rrugën nacionale. Sapo hyn në rrugën e Bushatit, është një sit rreth 20 hektar, kështu që do jetë një atraksion i ri që i shtohet qytetit Shkodrës, shumë afër me Shkodrën as 10 kilometra. Ju faleminderit që ishit sot me mua në studio. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit edhe ty që për temën që ke zgjedh dhe për këtë problematike që diskutuam. Unë nuk e kam zgjedhur asnjë temën, sepse kur ju thosha miq vetëm ose kur postoj foto në rrjetet sociale në prekal, në Shirokat, perëndimin e diellit që më duket se është vetëm i jam, kërkuj tjetër. Po ku është? Po si vihet? Po çfarë më bën Shkodër? Se ne po vim, po çfarë më bën Shkodër? Jo keni që me ban Shkodër, po nuk ju del një javë me najnë për Shkodër. Edhe me kalu se kemi boll ku shkojmë prej Shkodrit në Vermosh, prej Shkodrit në Prekal, prej Shkodrit në Velipoj, prej Shkodrit në Shirok. Edhe Marion e përshëndesim se e kam përballë. Edhe Mario e di shumë mirë se ku shkoj, po i thot edhe Mario këto ndoshta në emisionin tjetër. Unë ju përshëndes të gjithëve që na ndoqët edhe të gjithë fansave që më shkruajnë pa fund. Për mesazhet e tyre që unë nuk i kam hapur të gjitha, por edhe me një këngë të fansave që na e ka dërguar Lorenz Hasrami vonë. Faleminderit për përshëndetjen, po krejt vonë mi çoni edhe këto këngë. Ora 12 je nasun jam fjetër. Faleminderit që ishit me ne, mirupafshim. Të shtutën tjetër me personazhe po kaq interesante.